do të investojmë jashtëzakonisht shumë në hapësirat publike në qytetin e Vushtrrisë për t'i transformuar këto hapësira publike dhe për t'i shndruar ato në hapësira të sigurta. Plani jonë për Vushtrrinë në qendër të vet ka gruan dhe familjen e Vushtrrisë. Në Vushtri, sipas dënave të Agjencisë Statistikore të Kosovës, janë 9853 gra mbi moshën 40 vjeçare. Për fat keq, shumica këtyre grave edhe nuk kanë aftësi, nuk kanë trajnime për punë dhe nuk ju mungon, përgatitja adekuate për një vend pune. Në planin tonë do ndajmë një buxhet deri në 500.000 euro për çdo vit për të ndihmuar punësimin e grave dhe sidomos kësaj kategorie. Do të vazhdojmë me projekte të rëndësishme në arsim, duke filluar mësimin gjithditor në 6 shkolla që aktualisht janë të gatshme për filluar arsimin gjithditor dhe do të themelojmë mensen e qytetit ku do të bëhet përgatitja e ushqimit të ngrohtë për nxënësit në këtë fushë. Kemi lënë 5 shkolla të gatshme për mësim gjithditor, nuk është bërë asgjë në këto 4 vite. Në planin urbanistik e kemi lënë të gatshme hartën zonale, bashkë me UN Habitatin, i cili ka qenë projekt model për krejt Kosovën, i financuar nga UN Habitati, por që nuk është aprovuar në këto 4 vite, ndërkohë që në shërbimet publike do të kemi brenda ndërmarrjes përparimi, përveç se do të bëjmë nivelizimin e pagave për të gjithë punëtorët e përparimit, po ashtu do të themelojmë një njësi të re, e cila do të jetë njësia banesore që do të merret ekskluzivisht me mirëmbajtjen e hapësirave publike dhe liftave në banesat kolektive. Do të investojmë jashtëzakonisht shumë në hapësirat publike në qytetin e Vushtrrisë për t'i transformuar këto hapësira publike dhe për t'i shndruar ato në hapësira të sigurta për fëmijët dhe për nënat dhe familjet vushtriase.